E qartë. I bishim, me gjithë tensionet dhe luftet në lindjen e mesme, e cila çdo ditë po shkon duke u zgjeruar, ndonse një deklaratë e Trumpit tha se duke sikur gjithçka po shkon drejt fundit dhe se në mendjen time, siç e tha ai, është se si të përfundohet sa më shpejt lufta. A mund të themi se po rrezikohet siguria ndoshta në gjithë botën, sepse pam edhe shtete të tjera edhe përreth lindjes së mesme, të cilat vetë se po nxjerrin sistemet e tyre mbrojtëse, nëse nuk edhe Turqia nxori sistemin Patriot, për të mbrojtur edhe nga sulmet që po vinë nga Irani, ndoshta jo të drejtë për drejta për Turqinë, që herën e fundit ishin të dedikuara për Çiprin, por që ranë pastaj në Turqi. Po, që thonë, luthemi që mos zgjerohet konflikti. Nëse ajo realizohet, ajo që ka planifikuar të Bashkurat Amerikës, ajo do të jetë një luftë me në fatë kohore i kufizuar, për shkak vetë rreziqet dhe kërcënimet që kanë qenë nga Irani, por realiteti mund të ndryshojnë në kontekst kohës. Për këtë arsye them, lutemi që mos të zgjerohet se po shihet në pamundësi që Irani të veprojë në raport edhe me Izraelin dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai po sulmon pa kur farfaj vendet të fshinje aty duke përfshirë Turqinë. Duke tentuar të sulmoj bazat amerikane. Potencial për zgjerim akoma ekziston. Do të jemi të kujdesshëm. Por ne pra po kthehemi realitetit. Ne duhet mendojmë si Kosovë për veten. Jo rastisht të folë që mund të jetë sak edhe bon stili. Ajo ka rënë nga kombinimi, nga se ai s'ka më kapacitet, mund ta ketë ndonjë raketë kështu të huqur, nga se ai ka problemet e veta. Po thoni se Irani është duke u harxhuar në kuptimin. Po sigurisht ai ka të kufizuar tash edhe kapacitetet e përgjigje raketore, ka pas 500% ka rënë në 60-70% ka rënë kapacitetet të reaguese të tij në sistemet raketore. Edhe këtë arsye kjo tregon pamundësinë e tij, po në afërsi mund të bëj dëme, them ato dëmet kolaterale. Por prap kthehem çështjes Kosovës. Ne kur s'kemi pas një udhëheqësi më të dobët edhe më të papërgjegjshme, duke përfshirë prej kreut shtetit dhe deri te parlamentarët, është e turpshme brenda një viti të kem 2 zgjedhje parlamentare të dështuara. Tash mund të marrë me ata miliona çka kishë mujt me bë tash aktualisht në sistemin e mbrojtjes. Ata Demela Stambollit sillen sikur të jenë një botë tjetër, e jo në këtë situatë është e turpshme. Duke filluar prej partisë kryesore deri te më e vogla që them participojnë për qindje me fajsi të mos konstruimit të parlamentit. Po shqiptarë janë parti parlamentare, po le listën sërbska, le kutatiun e dikon tjetër, po i kem korpusin e partije politike shqiptare, pa marrën vesh, pa kuptuar, thotë që nuk është lufta për shtet, lufta për të bëjnë shtetin e Kosovës, të bëjnë sistemin e mbrojtjes, por lufta për pushtet, edhe kjo e ka trazuar komplet sistemin. Mendoj se politikanët kosovar, pa përjashtim, janë koshient me kërcënimet cilave u kanosemi nga gjithë kjo që po ndodh nëpër botë, duke pas afër një shtet fqinj si është Serbia. Blendi veç më shkomenja diçka. Inshallah ata s'ja bëjnë sikur do vendet regjimit me atherë jashtë ku vjen një kërcënim, po lutem mos ndodh ajo. Se nga njëherë kam qështu një mendje që sillen ata, komunitet ka një sistem rezervë, me ikdika, ata do të jenë, nëse jenë zhjetë për popullit, përgjesh për popullit, e jo të harxojnë milionat, ana jem shumë në trusni, edhe kem nevoj, edhe për rezervat shtetit, një situatë fare aktualisht, nuk është vetëm rajonale, por kjo është globale, të rrezikut të kërcënimeve, kur vendet sikur Skandinavia përmendet Dashevsi, duke filluar pe Finlandë, Suedis, ata i kanë edhe këto, them ato edhe trajnimet e veçanta se si do sjell një situatë simulume të një sulmi apo një rreziku të kërcënimit edhe nga armë nukleare. Ne sillemi këta udhëheqësit tonë, kjo turpi botës, duhet ata secili mundohet për inat vetin, nuk mendojnë as për qytetarin, as për shtetin, por as për një sistem mbrojtjes qëndrueshëm në fare aktualisht jemi tani. Pa përjashtim. Asnjë që ka marrë atë, unë nuk po e shoh që ka 20 arsyes me dalë dikush një parlamentar me thonë ndalu për njerëz,
Nalë një herë. Bollë është më kjo. I kemë 2 zgjedhje parlamentare dështuara, 2 shtëpit, 2 zgjedhje për një, them, shtëpi që kanë thonë themeljave Stambollit. Po to për shtëpi tyne. Ta po dimi marrë me ditjet, po dimi harxhuar në fushat, po e bojnë këto, nuk janë gjendje për shtetin e Kosovës, me thonë një herë, 20 arsysh, me thonë. Një pej tyre.